إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falënderoj për ti, falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri ditën e Kiametit. Shumë nga njerëzit fatkeqësisht vuajnë nga një frikë e cila është frikë iluzionare, imagjinare, jo reale. Është frika prej varfërisë, frika nga bankrotimi dhe humbja dhe po ashtu nga jo se çfarë do të ndodhë në të ardhmen e tyre. Kjo frikë vjen zakonisht te persona të cilat kanë probleme në brendësitë e tyre, veçanti me imanin e tyre, dhe tek ata që nuk e njohin mirë ligjin e Allahut Azza wa Jall dhe premtimet e Tij. Kjo frikë, siç e përmenda, nuk është frikë reale, jo që ai nuk posedon pasuri. Po është një frikë e cila vjen prej iluzioneve të tij që realisht mendja e tij I provon shkaku I frikës, edhe gjitha mundësitë e tardhmës I shef se janë negative ose të këqija, dhe realisht ai dështon para se të ndodhet dështimi I tij. Te këta persona e shef në veçanti te çështja e lëmoshës se ata janë më kopracët që nuk japin asgjë nga pasuria e tyre. Shpeshherë ndodh kur I pyet ata se pse nuk jep, arsyetimi I tyre kryesor është se kanë fëmijë, nuk e di çfarë do ndodhi në të ardhmen, dhe për nipat e mi shpresoj që të la diçka, dhe ndoshta ka mundësi që pasuria ime të zhduket edhe tretet, që nuk është realitet. Këta persona zakonisht vuajnë më shumë se që vuajnë ata që janë të varfër. Se frika nga varfëria ta jep një dhembje e cila është më e madhe se sa realisht vetë varfëria. Ata që kanë frikë se do ta humbin dhe do të bankrotojnë me mallin e tyre që e kanë nëpër banka dhe mallin e tyre që e kanë nëpër shtëpi edhe pallate edhe makina e kështu me radhë, ata realisht kanë shqetësim në brendësinë e tyre që nuk mund që të përshkruan. Dhe po ashtu edhe ata që mendojnë për të ardhmen e tyre, I shef që zakonisht brenga për të ardhmen I lëndon, edhe nuk I le që të hecin para. Realisht njeriu e di se të ardhmen e di veç Allah Azza wa Jall, nuk e di askush. Njeriu nuk ka njohuri. Ato njohuri që I ka janë të kufizuara sipas përvojës dhe sipas asaj që Allah Azza wa Jall e ka mësuar. Po realisht ai nuk e di të ardhmen se çfarë do të ndodhë. Si do jetë, kur do ndrojë jetë, kur do martohet, kur I biri I tij do martohet, çka do të ndodhë në të ardhmen e tij, me pasurinë e tij, me fëmijët e tij e kështu me radhë. Gjitha këto pyetje janë pyetje që rrashëri nuk I di. Andaj nuk duhet që ta lodhe mendjen e tij për një të ardhmen që nuk e di, ta humbë tashmen e tij edhe ratin e asaj që ai e përjeton në tashmen e tij. Allah subhanahu wa taala thotë: "Esh-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha." Shejtani juve ju frikson me fukadallëk dhe ju urdhëron që të bëni punë të këqija. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kurse Allah ju premton falje dhe po ashtu begati. Wallahu wasi'un alim. Allah është I gjithdijshëm. Ibn Abbasi në komentin e këtij ajeti thotë që Allah subhanahu I premtoi robërve të tij dy gjëra: faljen e gjunave dhe po ashtu mirësinë, begatinë e Allahut Azza wa Jall. Kurse shejtani e frikson njeriu prej dy gjërave: varfërinë dhe po ashtu e urdhëron që të shkojë pas punëve të këqija. Pse shejtani ndikon te biri Ademit deri në atë mos ai që ta ketë atë frikë? Për shkak se njeriu realisht pasurinë e do. Wa tuhibun al-mal hubban jamma. Ju e doni pasurinë dhe jepeni pas saj. Kjo dashuri që e ngjen I biri Ademit në shpirtin e tij, është dashuri reale që secili prej neve e ka dhe nuk mund që ta mojë askush. Pavarësisht është besimtar apo jo besimtar, I devotshëm apo gjunaqar, secili e ka dhe secili e do pasurinë. Po tash marrë se si e trajton atë dashuri që e ka dhe atë pasion ndaj pasurisë.
Tash njeriu I cili e kupton realitetin e pasurisë dhe se e di se malli është I Allahut, ai di edhe si me trajtu çështjen e pasurisë. Prandaj edhe shef që edhe jep, edhe është dorë lirë, nuk e shtrëngon dorën e tij. Krahas dikujt I cili shejtani kur vjen dhe ja çon vezvesën dhe ja rron gjitha këto, atëherë bëhet koprac. Edhe shef që ai bëhet dorë shtrënguar, nuk jep. Edhe nuk është bujor, edhe jeton I tillë tan jetën e tij derisa që dorëzoi amanetin Allahu në fund e le pasurinë me vete I merr vesh veprat e tij. E çfarë vepra ka marrë njeriu I cili nuk ka shpenzu në rrugt të Allahut azza wa jall. Thoshte Ibn Abasi që shejtani vjen edhe I thot birit Ademit, thot mos shpenzon nga pasuria jote, sepse nëse ti shpenzon, nesër do mbetesh pa të, ruaje për vete, sepse ti je nevojtar. Realisht ti e di shumë mirë se deri gjë nuk e pas kur gjë. Prej ku e morët pasuri? Kush ta dha? Ta dha Allahu azza wa jall. Ti gjë s'ke pas kur gjë, prindis të kanon kur gjë. Ama hiç. Ja angazhu Allahu azza wa jall I ka çu gjitha sebepat. Edhe Allahu azza wa jall ka dhënë pasuri edhe mirësi për anës ti. Pse atëherë deri në këtë çështje me ardh. Edhe shejtani me të friksu, me varfëri kur ti realisht nuk ke që I varfër. Se me qenë I varfër, shejtani nuk vjen te ti. Se te I varfër, se shejtani nuk ka çfarë kërkoj atje. Ai rresh është I varfër. Ama është I kënaqur me caktimin e Allahut edhe mundohet që të ecë përpara me varfërinë e tij. Vuajtjet e tij janë më të vogla se sa vuajtjet e atij që posedon, edhe ka këtë problemin e kësaj frike që është imagjinare në trupin e tij. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala dhe poshtë pejgamberit sa urdhëruan që besimtari të qapë lëmosh, sepse dhënia e lëmoshës aludon që ti ke besim në Zotin tënd dhe e di që pasuria është prej Allahut dhe se Allah do ta kompenzojë dhe do shpërbleje për atë. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Innal ladhina yatluna kitaballah", ata që e lexojnë librin e Allahut, "wa aqamus salat", dhe e falin namazin, "wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan", dhe shpenzojnë nga pasuria e tyre që ne u kemi dhënë, fshehurazi dhe haptazi, "yarjuna tijaratan lan tabur", ata shpresojnë një fitim që është fitim plurës, në te ka vetëm se dobi. Çfarë tregtia është kjo? Është tregti mes robëve dhe mes Allahut azza wa jall. Allahu thot: "Li yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli", që Allah azza wa jall t'i shpërblejë për punët e tyre dhe për dhënien e tyre, dhe Allahu të shtojë edhe më tepër nga mirësitë e tij, innehu ghafurun shakur, sepse me të vërtetë Allahu falshëm, dhe Allah azza wa jall është ai I cili meriton që të falënderohet. Prej ku realisht burojnë këto iluzione ose kjo imagjinat që te ne zakonisht dominon, prej ku? Dietar thonë që kjo imagjinat I ka 4 themele, 4 gjëra që janë themel, bazë. E para është friga e tepërt nga ajo që njeriu nuk e njeh dhe zakonisht anon ka jo se në tarmën do t'i ndodhe diçka e keqe. E ki po njeriu kur e paramendon tarmën gjithmonë e merr me rezervë. Shpeshherë dëgjojmë fjalë pesimizmi, rrallë optimizmi, se dominon mendimi I keq, jo mendimi I mirë për Allahun azza wa jall. Se njeriu I cili ka mendim të mirë për Allahun azza wa jall, ndryshe trajton. Ai e di thotë tamam, po nuk ka problem. Perigje s'kam pas kur gjë sot Allah më ka dhënë. Rrezikojmë është në dorën e Allahut, nuk është në dorën e njerëzve. Prandaj e shef që ai trajton ndryshe. Këta persona zakonisht u vinë këto iluzione shkaku se kanë frikë nga ajo që nuk e njohin. Enes ibn Malik thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi ta vizitoi njërin prej muslimanëve që ishte I sëmur. Dhe kur e pa, ai kishte pas mbetë si një zog. E keni parasysh zog, do thotë ashtë edhe lëkur, karazajf. Edhe kur e pa pejgamberi sallallahu I tha atij, mos ke bën ndonjë dua, mos je lut për diçka ose mos ke kërku diçka. I tha po ja Rasulullah, kam kërku prej Allahut dënimin që e kam në ahiret të ma përshpejtojë në dunjë. E I tha pejgamberi tha subhanallah, ta I lartësuar është Allah, po ti nuk mundesh me duruat dënimin Allah, pse pa e kërkon në dunjë? Atë dënim që ke për me marrë në ahiret, realisht kërko falje prej Allahut, pse pa e kërkon në dëshkimin? E I tha pejgamberi I tha pse nuk thave Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, më jep nga të mirat e tua në dunjë dhe poshtë nga të mirat e tua në ahiret dhe na ruaj nga ndëshkimi I zjarrit.
Mi jep të mirat e tua, gjitha ato të mira në dunjë, pasuri, grua të ndershme, fëmijë të mirë, ndershëm. Gjitha dhunti që njeriu i shpreson edhe i do. Allahu ka, kërko prej tij se Allahu t'i jep. Dhe mi jep të mirat e tua në ahiret, mbron nga dëshkimi jo ditën e kiametit dhe poshtu prej momentit që futen varr. Gjitha ato i përfshin kjo do. Dhe pastaj Enes ibn Malik tha që pejgamberi u lut për ta dhe u shu. Kryesore ky person pse erdhi deri në këtë gjendje që e kishte, nga ajo që nuk e dinte dhe nuk e njifte dhe shqetësimi i madh i tij që e kishte që e barte në shpirtin e tij. E dyta është dobësia e tevekulit, mbështetjes në Allahun azza wa jall. Kur njeriu harron që Allahu është furnizuesi, edhe mendon që njeriu është ai i cili e mbon rrezikun e tij në dorën e tij, atëherë gabon rënd. Për këtë arsye e shef që njerëzit mërziten kur njerëzit i privojnë nga pasuria. Dhe harrojnë që ai i cili furnizon është Allahu azza wa jall. Kjo është arsyeja se pse njeriu e praktikon edhe namazin e tij, e praktikon edhe xhumon e tij vetëm se padroni i tij i thotë që ti nuk ke drejta me u fal dhe nuk ke drejta për me shku në xhumon. Ti dush me qëndru në punë. Ti e musliman. Ti e di që rrezku është në dorën e Allahut. Po vallai thotë kam nevojë. Ne gjithë kemi nevojë. Edhe unë kam nevojë. Edhe ti ke nevojë. Po na jemi këtu. Për shkak se na e dimi që e kemi obligim me qenë sot këtu. Dhe e dimi që duhet namazin me fal. Dhe para se me shkuj kërkojmë kërkesat e tona, se ne jemi musliman. Edhe është e drejtë jonë e plot. S'ka kusht ta cënon. E nëse njëja është quajtur musliman thot, po ti nuk mundesh me u fal, pa më thu Allah është problem për të mirë. Selam aleikum, aleikum selam. Shkon kërkon punë tjetër. Po vallahu be hoç, punë e mirë, po ama pyqesh xhenet jo të musliman. Ama ti kur e ke bindjen se rrezku është në dorën e tij, normalisht që ti le. Ai i cili e ka bindjen ndryshe se rrezku është në dorën e Allahut dhe se nuk ka mundësi askush me ta marr rrezkun tënd, atëherë ndryshon krejtësisht perceptimi jot me një tënde. Prandaj thoshte Omer ibn Khattabi se pejgamberi sa thotë kam dëgjuar pejgamberin duke thënë, nëse ju i mbështeteni Allahut ashtu siç e meriton që ti mbështeteni atij, ju do të furnizoheni ashtu siç furnizohet shpendi, i cili gdhihet mëngjes, e ke po shpendi kur del mëngjes sabah nga folja e tij, del i uritur, kthehet i ngopur. Çudi. Kush e furnizoi atë? Zoti i tij, i cili është Zoti im edhe Zoti jot. E do thotë këtë është një pyetje tevekuli. Nëse ti e ke bindjen e plot, s'ka mundësi me të ardhë imagjinat e tillë edhe ti mu frikzu me fukarlloku. Ase si kur, asnjëherë kur. Ama tu shpesh bindjen pak me ndryshuar, edhe ti mu forcu. E treta prej problemeve janë krahasime shoqërore, në veçanti ato që janë dukshme. Kur njeriu bën krahasime në jetën e tij dhe shikon një person i cili është më lart se sa ai, e shef një pasanik, lakmon, kur e shef varfërin friksohet, se pamja e tij normal që është vuqe, varfëria nuk është e lehtë, nuk është e mirë, askush nuk nxit për varfëri. Mirë po, njeriu kur e shef friksohet, te tjetri lakmon, atëherë ndryshon perceptimi. Atëherë vjen edhe frika që normalisht e shqetëson. Pejgamberi sa prandaj thoshte, shikoni atë i cili është poshtë juve, mos e shikoni atë që është më lart se sa ju, sepse në këtë formë nuk i mohoni dhuntit mirësitë e Allahut azza wa jall. Kur e shikon një i cili posedon ka, atëherë çka bën lakmon, tamam lakmon, ama a ja vlen ti tash me praktikë krejt fetarin tënde për dunjon, që është realisht kalimtare një periudhë e shkurtër. Edhe pastaj do të vijë momenti i vdekjes, se s'ka mundësi për me ik. Edhe kemi praktikë gjitha, e praktikë fen tënde për dunjon tënde. E më mira shikoje atë i cili është poshtë teje, se kur i shikon atë i cili është poshtë teje, thuaj elhamdulillah, Allahu paska dhon shumë, paska shumë më keq se sa unë. Ama kur i shikon dikë i cili është gjithmonë më lart, thuaj punoj bona si ai. Ha të arri, bona më mirë se sa ai. Nuk ka problem nëse i kërkon Allahut. Tu jo Zot më jep. Si ky ose edhe më tepër, nuk ka problem. Ama jo me shitën fen tënde për dunjon tënde. E andaj çdo herë kur është një pyetje dunjoja, shikoj atë i cili është poshtë teje, mos e shikoj atë i cili është më lart se ti. Kur është pyetje ibadeti, shikoj çdo herë atë i cili është më mirë se sa ti. E mos e shikoj atë i cili është poshtë teje. Se kur e shikon atë i cili është poshtë teje, veç atë duket sikur se me qenë sahabe. Tu mashallah, unë kush jam?
A më këton, ti ke shku me një vend që janë gjunaçar, zinaçar, alkooliçar, komargji, edhe ti nuk i ban gjitha ato, ti thua mashallah jam më i miri, xhenetli. Ama kur qëndron në mesin e devotshme duket veçja sikur se beqenën më i keqi, më i shumturin në mesin e tyre. Andaj çdo herë kur është një pyetje ibadeti, shikohet që është më lart se sa ti. Kur është një pyetje ndonjëja, shikohet çdo herë atë si është poshtë teje. Dhe e fundit është përvojat e hidhura. Realisht personi ka pas përvoja në jetën e tij, po nuk i kanë ndodhur suksesshme. Edhe ju kanë mbjellë kokën e tij këto dështime. Dhe personi tash friksohet, çdo herë kur është një pyetje diçka rreth tallmës tij ai ka frikë. Se do të shtoj, nuk ka mundësi me arrit sukses e kështu me radhë. Enes ibn Malik tha që i kam shërby për mesasem për 10 vite të tëra dhe i kam dëgjuar shpesh duke e përsërit këtë luqe, një luqe që është luqe madhështore, ku për mesasem thoshte Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani. O Zot, kërkoj mbrojtje nga shqetësimi dhe nga trishtimi, wal ajzi wal kasali, dhe nga pafësia dhe dembelia, wal bukhli wal jubni, dhe nga friga dhe nga kopratësia dhe friga, wa min dhala'i deni wa ghalabati ar-rijal, dhe nga zhytja në borxhe dhe shtypja e njerëzve. Kjo hadith është shumë interesant, sepse prej fillimit, nëse merrem me diton mirë, pamesën fillimisht ka kërkuar mbrojtje nga shqetësimi e trishtimi. Ku çon shqetësimi e trishtimi? Personat që kanë shqetësim e trishtimi, ai shëtu punu rrallë. Ku çon përtaci, çon dembeli. Pastaj ku çon përtacia dembelia? Ku çon kopratësi, se s'ke, edhe frigosh, ke tut, trembësh, pastaj ku çon ajo? Çon në marrjen e borxheve, edhe pastaj vin borxhlit ta kërkojnë borxhin. Edhe kjo është shtypja e njerëzve. Është zinxhir që pemësen e ka transmetuar, pemësen e ka përcjell qartë që besimtari ta kuptojë realisht fillimi si është dhe ku është përfundimi i atij. Andaj nëse besimtari i mbështetet Allahut dhe i lutet me këto luqe, e lejnë Allah të përmirësoj çështjen e tij, lusë Allah që të përmirësoj çështjen tonë, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. A ka ilaç për këto imagjinata dhe për këto iluzione? Padyshim. Tema është shumë e gjerë. Unë veç kalimti shkurtimisht do i përmendi me lenin Allah të zogjel. E para është përforcimi i tevekulit real. Tevekuli është mbështetja në Allah në zogjel, do thotë që ti merr sebe pas, ama normalisht që i mbështetesh Allah, se pa mbështetjen në Allah nuk ka mundësi. Nëse ti veç i mbështetesh Allah dhe i praktikis ato vepra tan ditën ke me po njeriu të qëndron në xhami, po kur nuk punon. Normalisht nëse rrin në xhami gjithë ditën edhe nuk punon, nuk vjen dinari dirhemi prej qiellit, nuk zret. Po dush pa që të më marr sebe, po dush e punu. Punon, angazhohesh edhe i merr sebe, po edhe hec përpara. Mirë, po tevekuli çka do thotë? Ti mbështetesh Allah plotësisht, se s'ka mundësi rrezikon tan me ta marr askush hiç. S'ka mundësi. Rreziku jot është caktuar dhe do vije me lenin Allah. Pavarësisht asaj që ballafaqosh në përditshmëri. Sfida ndryshme, probleme, ndryshime, probleme ekonomike, megjithatë me ndihmë mirë për Allah. Do bëhet mirë. Do bëhet mirë me lenin Allah. Pa çetër ka më bë. Mos sot nesër, pas 5 viteve, pas 10 viteve, do bëhet mirë. Allah zotë na përshkruaj një rast shumë interesant për Musën alayhis salam. Besoj që gjithë e keni dëgjuar ose e keni lexuar vetë. Ku Allah zotë përshkruaj rastin kur Musa alayhis salam hikte prej Firaunit e ushtrisë së tij me parin ose me Beni Israil, edhe u nisën për Egjipt. Rrugës normalisht u ndalën te ndeti. Dhe Allah zotë përshkruan rastin dhe thotë: "Falamma taral jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Kur takuan dy palët, shokët e Musait ose do thotë pala që ishte me Musa, thanë që neve na zun. S'kemi ku me shku përpara detin. Ku do të shkojmë? Mirë, po në mes e tyre kush ishte? Musa alayhis salam. Pejgamberi Allahut azza xhel. Bindja e tij në Allah ishte shumë e lartë. S'kishte mundësi një pejgamber mos e pas të vekultir. Çfarë tha Musa alayhis salam? Tha qala kalla inna ma ya rabbi sayahdin. Tha kurse si me mua Zoti ai do të më udhëzoj. Ai më tregon se çka më vepruan. Kjo bindje është shumë e lehtë me shiftua, po me zbatuar është e rëndë. Për shkak se realisht kur ballafaqohesh me një problem, momentin e parë ti e shef se dështon. Momentin e parë me të ndol rrugën dikush, më njëherë pse, si, ku e di unë shka, akuza, qortime, sharje, ofendime. Me thonë mirë, tamam, alhamdulillah. A u kry, nëse më ka bo pa dhe si vjen me mos u mërzit,
që ti ke Zot që është i drejtë dhe gjykon me drejtësi, të s'ka mundësi në Allah me lonë robin e vetë ashtu. E Musa tha, kella, tha inne ma ja rabbi se ehdin. Tha i kam një Zot, i cili do të mundësoj dhe ashtu ndodhe, e dini gjithë, do thotë që Allah se u gjeli dha urdhër që ti bije detit, qatu, dhe pas ta i kaluan, që për dikan është e pajma, e pa kapshme, po nuk është iluzion, është realitet, sepse ashtu ka ndodhë. E dyta, si ilaç, është besimi në kadon edhe kaderin. Besimi në Allah se u gjel përsaktimet e tij, që Allah se u gjel e ka përcaktuar rrezikun, s'ka mundësi me të godit, ajo e cila nuk është shkruajtur. Dhe s'ka mundësi mos me pas prek diçka që nuk ka shkruajtur. Çdo sen është e shënuar. Nëse Allah e ka caktuar me qenë i varfër, do jesh. S'ka mundësi mund të shu. Veç Allah nëse e ka caktuar ti me qenë pasanik. Ta do thot tash që ti me mbet jo, e jo gjash mi marë se bebat, se njeri nuk e di, ndoshta je i varfër, a më je zemër gjanë me vla bujar, i je do më thonë në person i cili, je i knash me saktimin Allah, kjo ta mundëson gjennetin Allah. Realisht njeri nuk e di se qka është më e mira për te. Sprov më e rëndë është pasuria se sa varfëria. Sprov më e rëndë është pasuria dhe rahatia se sa varfëria edhe nga një nevoja. Por shak se njeriu kur është i varfër e kujton Allahun, kur ka pasuri e harron Zotin e tij. Allahu e di që për ty më mira për me hinë xhenetin Allahu ta është varfëria. Allahu ta jep një lloj varfërie, pasurinë tënde, në ekonominë tënde, nuk je shumë i pasur, ama je i pasur në zemër. E je burr, elhamdulillah, adhuron Allahun azza wa jall, thu këtë mirat e dunjos i kam. Dikush e ke ka pasuri shumë, asnjëherë nuk është i kënaqur. Vazhdimsi shqetësime se do t'i paksohet pasuria, do bankrotoje nesër, nuk e di çka do të bëjë nesër pasuria e tij, ku do shkoje, që s'ka ku me marrë, në varësën e merr, frigohet fëmijët e tij mos ta kesh përdorin ose ku e di unë çka. Gjithë ato e shqetësime. E andaj kur je i mbështetur në Allah, i kënaqur për saktimet e Allahut, alhamdulillah. E treta, falënderimi Allahut azza wa jall, falënderimi i shtopuntit. La in shakartum la azidannakum. Nëse ju falënderoni, unë u ashtoj. Nëse ju falënderoni, atëre mos u frikso, sa Allah azza wa jall do ta shtoje pasurinë me lejen e Allahut azza wa jall. Edhe e katërta, njeriu nganjëherë duhet mi bë update pak formës mendimit. Do thot ai mendon tamam, ama duhet mi bë ka pak update. Update do thot me ndryshu formën e mendimit. Ka mundësi kur njeriu dështon ndonjëherë me thon dështova, po ndryshoj fjalën, veshtuj në tarmën, a do dështoj tu i domsoj. Ka dallim apo? Se me thonë do të dështoj edhe do mësoj, realisht edhe dështimi është mësim, ama ta jep një derë qele, ke, derë optimizmi, se në tarmën vazhdon, unë do mësoj, nuk be përses njështë nga bim, ama kur dështoj më dikur e praktisja, apo, e ka dallim mes këtyre dy fjalëve. Edhe pse janë realisht ti kur dështon edhe mëson, ama njeriu kur e programon trunin e tij fjalën dështim, më mbetet i dështum. A kur thot do mësoj, atëherë me lenin Allah do të dëshoj. Andaj mos e lodh veten tënde për tarmën që nuk e njeh edhe duke e praktis, ose duke e humb realisht rahatin, qetësinë e tashmës që e ke. Se kjo rahati që e ke nuk paguhet me kurrë. Realisht varfëria reale nuk është varfëria e pasurisë, e madhe, po është varfëria e humbjes qetësisë, rahatisë shpirtërore. Prandaj i shef ka njerëz shumë që janë pasanik, po kanë nevojë për qetësi rahati, edhe andaj shpenzojnë pasurinë e tyre në ilaçe vetëm që ti qetësojnë shpirtat e tyre. Po nuk kanë mundësi. E shef një i cili nuk ka bukë për namër, pa është i kënaqur me caktimet e Allahut, shpirti i tij është elhamdulillah në kulm, i kënaqur me caktimet e Allahut edhe nuk as bilem që i shkon mendja aty. Kjo është dallim shumë i madh. Andaj nuk ja vlen për me up qetësinë e sotit për një gjë e cila qetëson që ti realisht nuk e di ka më së ndoshte, nuk është pasuri e reale që të kesh mall shumë, po pasuri është që ta kesh shpirtin tënd të pasur. A është varfëria e rëndë? Varfëria është e rëndë, s'ka dyshim. Askush nuk është duke nxit varfëri. Normalisht që besimtari është mirë nganjëherë ta paramendojë, ta dihet çka është varfëria, sepse varfëria nuk është e lehtë, është e rëndë. Pejgamberi kërkon të mbrojtje dhe thoshte Allahumma inni dhubika min al-kufri wal fakri. Ose të kërkoj mbrojtje nga kufri dhe fukaralloku. Fukaralloku ka mundësi me çon kufër. Çon, nëse s'ke iman çon, thoshte pejgamberi Allahumma inni dhubika min al-fakri wa min al-dhillati wa min al-qilla. Thoshte ose të kërkoj mbrojtje nga varfëria dhe kërkoj mbrojtje nga poshtrimi dhe noçmimi i njerëzve dhe po ashtu nga paksimi i veprave të mira. Thoshte pejgamberi el yadul ulya, dora e cila jep, ajo e larta,
Ahabbu min al-yadi sufla, thoshte është më e dashur dhe më e mirë se sa dora e poshtme. Ajo që jep është dora e lartë, ajo që merr është dora e poshtme, ai i cili jep është më e mirë. Normal që është më e mirë, s'ka dyshim. Andaj askush nuk nxit varfëri. As Islami nuk nxit varfëri. Islami nxit pasurinë e shpirtit. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe Islami nxit që besimtari ta kuptojë realitetin e dunjos, se ka mundësi me qenë i varfër, ka mundësi me qenë i pasur dhe me qenë i kënaqur me satimin e Allahut. Edhe kur je i varfër, edhe kur je i pasur, edhe me pas mendim mirë për Zotin tënd. Dy situata. Edhe me qëndru do thotë deri në fund ashtu, sepse realisht njeriu ndryshon, gjendja ndryshon. Sot është i pasur, nesër bëhet i varfër. Sot është i varfër, nesër do bëhet i pasur. Askush nuk e di. Andaj ne lutim Allahun që Allah na mundsoj që të jemi të kënaqur në çdo gjendje që e përjetojmë. Rehati e vështirësi. Dhe lutim Allahun që Allah subhanallahu të pasuroj gjokset e tona. Para se të pasuroj duart e tona edhe xhepat e tona. Lutim Allahun subhanallahu që Allah subhanallahu atyre që u ka dhënë, Allah subhanallahu të mundsoj që të japin sa më tepër për këtë fe edhe qapin për këtë realisht qapin për veten e tyre, sepse ata realisht e kanë do thot si një vepër e cila do mbetet me të ditën e kiametit, edhe lutem Allahu subhanallahu që të na mbrojë nga varfëria, të na largoj frikën nga varfëria, dhe lutem Allahu subhanallahu që çdo musliman dhe muslimane të gjatë të vdekë, Allahu subhanallahu të mëshirojë. Kullu qawli astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.